Mirë se erdhët në Opën, mirë se erdhët në News 24 në orët shikues. Sonte në Opën do të rikthehemi edhe një herë debatit për vendimin e qeverisë në lidhje me konfiskimin e ndërtimeve pa leje. Kjo çështje u risoll në vëmendje sot pasi kjo çështje u çua edhe një herë në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese shtyu sot seancën për shqyrtimin e padisë Partisë Demokratike për datën 26 prill. Kujtojmë se në tetor të vitit kaluar Partia Demokratike depozitoi në kushtetuese me firmën e 28 deputetëve kërkesën për shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, pra VKM për cilin po flasim, për konfiskimin e ndërtimeve pa leje, duke konsideruar atë si marrje në mbrojtje të pronave të oligarkëve. Pse juristët janë në një zëri kundër këtij vendimi të VKM-s? Pse u shty seanca e sotme në gjykatën kushtetuese? A ka ajo prapaskena? Çfarë do të thotë që dy prej deputetëve të cilët nuk figurojnë më në listën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike sipas gjykatës kushtetuese e justifikojnë shtyrjen e një seance të gjykatës kushtetuese? Por në thelb do të merremi edhe me VKM-n. Çfarë është kjo VKM? Çfarë përfaqëson? A merr ajo kompetencat e gjykatave? Si mund të sekuenstrohen pronat me një vendim qeverie? A duhet sekuestruar ato në një shtet ligjor pas vendimeve të gjykatave dhe jo vendimeve të qeverisë? Mundohemi ta bëjmë këtë debat me jurist sot në studio dhe njohës të ligjit. Me mua është Besnik Muçi, avokat, ish antar i gjykatës kushtetuese. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Redi Ramaj, avokat, jurist. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Marash Logu, avokat, përfaqësues ligjor i Partisë Demokratike, i grupit që ka çuar në kushtetuese këtë VKM apo jo. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Romeo Nazarko, inxhinier projektues. Inxhinier, mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit që riktheheni në Opën. Ne fillojmë me materialin ton të parë, me një insert i cili tregon pikërisht punimet e gjykatës kushtetuese sot, më saktë shtyrjen e seancës. Në gjykatën kushtetuese sot u zhvillua seanca për padinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kundër vendimit të qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve pa leje. Megjithatë, seanca u shtypur në datën 26 prill pasi përfaqësuesja e qeverisë Elira Kokona ngriti pretendimin se pala paditëse nuk legjitimohet për arsye se kërkesë padia është firmosur nga dy deputet, të cilët kanë hequr dorë nga mandati. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi që seanca të vazhdojë duke thënë se kjo VKM është në kundërshtim me Kushtetutën. Sa i takon pjesës së firmave, Bardhi deklaroi: Kjo është praktikisht një taktik për të zvarritur edhe më tej shqyrtimin e kësaj çështje, bëhet vetëm me qëllimin për Okej, kemi problem teknik. Regjia duhet të më sqarojë, është problem i zgjidhshëm këtë moment ose apo duhet ta shtym për më tej insertin për ta riparë? Mund ta rikthejmë, kemi gati regjia? Apo duhet presim? Regjia kërkoi konfirmim. Edhe një herë, ta rishojmë edhe një herë, okej? E rifillojmë. Në gjykatën kushtetuese sot u zhvillua seanca për padinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kundër vendimit të qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve pa leje. Megjithatë, seanca u shtypur në datën 26 prill pasi përfaqësuesja e qeverisë Elira Kokona ngriti pretendimin se pala paditëse nuk legjitimohet për arsye se kërkesë padia është firmosur nga dy deputet, të cilët kanë hequr dorë nga mandati. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi që seanca të vazhdojë duke thënë se kjo VKM është në kundërshtim me Kushtetutën. Sa i takon pjesës së firmave, Bardhi deklaroi: Kjo është praktikisht një taktik për të zvarritur edhe më tej shqyrtimin e kësaj çështje, bëhet vetëm me qëllimin për të fituar kohë dhe për të zvarritur edhe më tej çështjen e shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Bardhi hodhi akuza edhe ndaj kreut të qeverisë Edi Rama, për të cilin thotë se ka shantazhuar antarët e gjykatës mbi këtë çështje. Është një nga ato çështje ku kryeministri ka guxuar në një vend antar të NATO-s, aspirant në Bashkimin Evropian, t'i kërkoj gjykatës kushtetuese që të mos lajthisë. VKM dhe operacionin e qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve, opozita e quajti shkelje të ligjit, ndaj dhe e dërgoi në gjykatën kushtetuese me kërkesën për shfuqizimin e vendimit, pasi sipas demokratëve, Rama ka marrë në mbrojtje oligarkët e ndërtimit të kullave pa leje në mes të Tiranës. PD përmes padisë argumentoi me radhë të gjitha shkeljet e ligjit. Është në kundërshtim me Kushtetutën sepse cënon barazinë e shtetasve përpara ligjit, cënon hierarkinë e akteve normative dhe nuk është autorizuar nga
nga ligji. Është në kundërshtim me kodin penal sepse jep amnisti penale një kategori e personash pa ligj të miratuar me 3/5 e votave në kuvend. Është në kundërshtim me ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe është certifikimi pa barazisë mes qytetarëve, thuhet në padinë e PD-s. Megjithatë, kryeministri Rama pikërisht sot në ditën kur në gjykatën kushtetuese shqyrtoi Padia, urdhëroi Fadroma të prishnin derën hyrëse të Prestigj Resort në Golem, duke zaptuar një pronë private pa vendim gjykate. Pas orarit zyrtar të punës, efektivët e policisë dhe punonjësit e IKMT-s, duke mos dhënë asnjë paralajmërim, janë gjendur para Prestigj Resort me një fadrom dhe kanë hedhur në tokë derën e resortit. Okej, më pas do të flasim sigurisht për këtë koincidencë, le ta quajmë kështu, në thonjza të rastësishme, pra sot shtyhet seanca, shqyrtoi VKM-ja e konfiskimeve dhe ndërkohë në Prestigj Resort ndodh ajo që pat. Por kam një pyetje të parë për gjithë panelin, e fillojmë me ju zoti Muçi. Keni opinion për vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese që në fakt ishte një vendim, ishte një shtyje seance? Shko, vendimi i sotëm është një moment procedural, legjitimimi i palëve si moment i gjykimit, të gjithë llojeve gjykimit, penal, civil, administrativ, kushtetues, është moment në cilin gjykata verifikon, nëse e themi në mënyrë të thjeshtë, nëse personat e paraqitur para gjykatës janë personat të emrat e cilëve ndodhen në kërkesë. Ky është ai që i themi legjitimi me gjuhë thjeshtë, natyrisht legjitimi ka dhe çik përmbajtje. Por ju qëndron pretendimi i qeverisë? Tani nuk dua ta gjykoj teknikisht, më duket si një artific shumë teknike nga 28 deputet, sot nuk dy nga cilët kanë shkruar nuk ishin sot prezent ose të përfaqësuar, ose megjithatë unë gjykoj që ata kanë qenë përfaqësuar, kanë qenë mbrojtësit dhe ka qenë thjesht ky është një moment për të fituar kohë, duket një manovër kështu e vogël nga këto taktiket që bëjnë këto institucionet e reja drejtësisë për të shmangur përgjegjësisë, nuk më duket shumë e vogël. Manovër e vogël teknike. Unë mendoj që është shqetësuese fakti se si gjykata kushtetuese, gjykata më e lartë në vend, për një teknikalitet krejt parëndësishëm mendoj, duke folur si avokat, të shty një çështje shumë të rëndësishme, siç është goditja e një VKM-je që është antikushtetuese. Nuk ka se si gjykata kushtetuese të marrë kohë për një gjë të tillë në këndvështrimin tim. Mendoj që duhet të ketë dhe dyshime të arsyeshme dhe baza të forta që mund të ketë presion. Janë bërë deklarata publike nga zoti Bardhi, nga drejtuesi i Partisë Demokratike, drejtues të lartë, dhe shpresoj që mos jetë ky rasti që të ketë presion mbi gjykatën kushtetuese, sepse ndër vite, pra 30 vite tashmë, është treguar që jo vetëm gjykata kushtetuese, por i gjithë gjyqësori ka qenë presion nga qeveria, nga çdo qeveri deri më sot dhe ka ardhur duke përkeqësuar. Pra me gjithë reformën drejtësi, me gjithë investimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, prap nuk kemi aty ku duhet me gjykata dhe çështja po degradon. Kemi mundësi të flasim dhe në vijim për gjithë rastin, por mendoj që është problematike fakti që shtyhet një instancë gjyqësore ku mund të merresh shumë thjesht një vendim sot dhe çështja zgjidhet një herë mirë dhe qytetarët kishin përgjigje. Është problematike për ju, pse nuk qëndron pretendimi i qeverisë, nuk duhet të kishte marrë parasysh gjykata kushtetuese? Mendoj që dhe për kurumin e deputetëve, mund ta shpjegoj zoti Logu më saktë, por në çdo rast dy deputet, ata kanë qenë deputet në momentin e firmosjes kërkesës, janë deputet me mandat në Kuvendin e Shqipërisë, VKM-ja është e periudhës tetorit, mos gaboj. Ata kanë qenë plotësisht në ushtrimin e mandatit tyre dhe kanë firmosur kërkesën. Sot nuk ka rëndësi nëse janë apo s'janë në deputet, kjo është një gjë që nuk ka pse ta pengojë gjykatën kushtetuese të vazhdojë shqyrtimin e kërkesës. Logu, ju jeni avokat i palës paditëse, le ta quajmë kështu në gjykatë kushtetuese, si e pat shtyrjen e seancës sot? Në fakt, është rëndësishme të kuptohet edhe cila është rruga, po themi që ndjek një kërkesë në gjykatën kushtetuese. Pra, një kërkesë në gjykatën kushtetuese në momentin që depozitohet, i nënshtrohet asaj proceduri që njihet si shqyrtimi paraprak. Një kolegj i përbërë nga 3 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese merr në shqyrtim pikërisht nëse kërkesa përmbush elementet proceduriale, spari legitimitetin e kërkuesve. Pra, persona që janë drejtuar gjykatës kushtetuese e kanë apo jo këtë të drejtë për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Së dyti, afatin kohor brenda cilit duhet depozitohet një kërkesë dhe së treti, nëse kompetente për shqyrtimin e kësaj gjykate, e kësaj kërkese është pikërisht gjykata kushtetuese. Në shqyrtimin paraprak që është bërë kësaj kërkese të dorëzuar në datën 14 tetor 2022, kolegji i gjykatës kushtetuese ka vendosur që kjo kërkesë përmbush të gjitha kriteret proceduriale dhe duhet të kalojë për shqyrtim në seancë plenare. Pra ka një moment
se kur verifikohet legitimiteti i kërkuesve, gjë që gjykata kushtetuese e ka bërë në datën 1 dhjetor 2022 dhe më pas ka njoftuar palët. Veç qeveria ka dorëzuar parashtrimet e saj apo shpjegimet e saj në datën 27 dhjetor 2022 dhe në asnjë moment nuk e ka ngritur këtë pretendim. Pra në qoftë se qeveria kishte vërtet të shqetësim, keni parasysh që zoti Rushaj dhe zonja Duma kanë dhënë ndërheqje përkatësisht në datën 7 dhe 8 nëntor, qeveria i sjell parashtrimet dhe shpjegimet e saj 27 dhjetor, pra në qoftë se ekzistonte vërtet ky shqetësim, do duhej që të paraqiten ato shpjegime në mënyrë që palët të kishin kohën e mjaftueshme që mos të riktheheshin këtij debati. Si e shpjegoni qendrimin një gjë në vëmendjen tuaj, zonja Vasili, që kjo nuk është hera e parë që ngrihet ky pretendim. Keni parasysh që të dy deputetët në fjalë kanë nënshkruar dhe 2 kërkesa për bordin e ushqimeve dhe bordin e naftës. Ne kemi bërë një herë këtë diskutim në gjykatën kushtetuese, pikërisht me përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave. Dhe gjykata kushtetuese i ka dhënë përgjigje se është një pretendim i pabazuar në kushtetut dhe në ligj, sepse deputeti ose legitimiteti i deputetit verifikohet në momentin që ai nënshkruan dhe dorëzohet kërkesa, ose e thënë në rastin konkret, në datën 14 dhjetor 2022, kur ne kemi dorëzuar kërkesën, të 28 persona që kanë nënshkruar kanë qenë deputet Kuvetit Shqipërisë, antarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në këtë kuptim, edhe qëndrimi po themi që mbajti zoti Bardhi është shumë i qartë. Kjo nuk është tjetër veç se një manovër, një taktik nga ato që rëndom përdorur në fakt edhe nga avokatët, po themi në procedurë kur duan të shtyjnë një proces gjyqësor për të fituar kohë që në vlerësimin tonë nuk bën gjë tjetër veç se rrit arbitraritetin dhe abuzimin e qeverisë. Pikërisht siç po themi pamje që ju transmetuat. Pra le të fitojmë sa më shumë kohë që të vazhdojmë me veprimet arbitrare që kanë ndodhur që kur ka hyrë kjo VKM në fuqi. Inxhinier Nazarko? Duke ndjekur me gjakftësi si inxhinier, shikoj se gjykata kushtetuese sot e shtyu të vendim për ta rrëzuar në datën 28 prill. Duke i dhënë kohë palës tjetër, palës qeverisë, për të mbyllur aktivitetin e vetë elektoral që do t'i shërbejnë për zgjedhjet e ardhshme. Për ta rrëzuar në ç'kuptim? Unë presim datën 28 prill, kur është edhe seanca e radhës, 26-28, të rrëzohet ky vendim. Të rrëzohet VKM-ja, po thoni. Po, të rrëzohet pasi është një VKM që është kundërshtim flagrant me ligjin. Kjo VKM merë atributet e ligjit urbanistikës dhe ligjeve të tjera që... 26 prill nuk ka mbaruar asgjë, se kanë 14 maj janë zgjedhjet. 2 javët e fundit nuk vendos gjë në lidhje me zgjedhjet. 2 javët e fundit njerëzit e kanë marrë vendimin e tyre. Gjithë loja është këto 2 javë për fushatën që do ndjekin kandidatët. E kuptoj, ju ka një vështrim optimist, zoti Nazarko, ndërkohë që unë kam, po e bëj pyetje ndryshe për ju, zoti Muçi, do të thotë qëndrimi i sotëm i gjykatës kushtetuese se kjo padi rrezikon të mos shqyrtohet fare, është mesazhi kompleti kundërt nga ai që thotë zoti Nazarko? Avokati shpjegoi shumë qartë, veç aty teknikaliteteve të natyrës procedurale, ka rrezik të pranohet pretendimi i qeverisë, po? Kjo tregon, qëndrimi sot që kushtetuese aq më shumë që pas ka dhe praktik me deputetët cilët tashmë e kanë mandatin, të cilët janë legjitimuar, po pra, që thatë ju, tani po e dëgjoj. Pas ka dhe praktik gjyqësore kushtetuese, jurisprudencë që pas ka pranuar padinën në shkruar kërkesën e nënshkruar nga deputet, do thotë që qëndrimi sot më tregon që gjykata kushtetuese nuk ka guximin ende ose ende do të marrë kohë për të forcuar guximin për të shprehur për ta rrëzuar këtë VKM. Natyrisht, për të hyrë thelbin, çfarë tregon kjo sot? Kjo për mua tregon vetëm kaq stepja dhe frikë të momentit. Kaq. Pjesa tjetër, ajo që është e rëndësishme pastaj është, nëse unë ende po themi kam besim gjykata kushtetuese edhe mund të marrë një vendim të paktën të ngrihet minimumin detyrë në lartësinë e minimumit detyrës, jo në lartësinë e detyrës maksimale të detyrës. Ky është një akt që nga pikpamja kushtetuese, nga pikpamja e procedurës, nga çdo element tjetër, nuk e ku ta kapësh. Nuk ka asnjë lloj mundësie që ky akt i tillë të qëndrojë në fuqi nga gjykata kushtetuese, sepse do ishte një fyrje inteligjence të paktën e gjithë juristëve, edhe arkitektëve, minimum, inxhinierëve, edhe gjithë juriste që ky ligj ose kjo VKM, ky akt normativ i natyrës së VKM-s të qëndrojë në fuqi nga gjykata kushtetuese. Dhe ne do ta analizojmë në detaje më pas, por qëndrojmë ende edhe pak minuta tek vendimi, tek shtyria e seancës, arsyet, argumentet dhe paralajmërimi me mesazhin që jep. Çfarë tha Gazmend Bardhi sot për këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Një kryeministër i lejon vetes që për një çështje konkrete të bëj disa reagime
publike ku kërcënonte apo shantazhonte gjykatën kushtetuese. Uroj shumë që të mos jetë një taktik për të blerë edhe më shumë kohë që kryeministri të vazhdoj shantazhin ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese. Është një nga ato çështje ku kryeministri ka guxuar në një vend antar të NATO-s, aspirant në Bashkimin Evropian, t'i kërkojë gjykatës kushtetuese që të mos lajthisë. Pra praktikisht ka ndërhyrë me autoritetin e tij në një çështje konkrete që është në shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Do duhet i ndalë sulme, do duhet ndalë presionin dhe shantazhin ndaj gjykatës kushtetuese dhe të lejojë antarët e gjykatës kushtetuese ta marrin shqyrtim dhe të mbrojnë, po themi, vlerat e garantuara nga kushtetuta. Shantazh e presion, thot Gazmend Bardhi, i cili është një nga 28 deputetet të cilët e ka ndërguar VKM-n kushtetuese. Le të shohim çfarë thot Edi Rama në 15 dhjetor për padinë në gjykatën kushtetuese. Në atë kohë kishte dërguar shoqata e ndërtuesve dhe thot: shoqata e ndërtuesve që ka ankuar në gjykatën kushtetuese pse po goditen rënd pallatet me shkelje të lejeve të ndërtimit, le të shkojnë edhe në Hag ose në Hën po të duan. Po pallatet me shkelje do të prishen ose do konfiskohen për interes publik, ndaj uroj që gjykata kushtetuese të mos lajthisë. Muçi, me që se isha me ju e pastaj do të hap, është në presion, duke patur parasysh këto dy deklarata, është në presion gjykata kushtetuese, mendoni? Sistemi ynë i qeverisjes, ata që na qeverisin, ende domethënë pas 30 vjeç demokraci nuk po mësohen që sistemi i qeverisë në Shqipëri ka 3 degë të pavarura nga njëra tjetra. Pra ka ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin. Dhe pushteti gjyqësor është i pavarur dhe nuk mundet në asnjë lloj mënyre kushdo qoftë nga pjesët e tjetër pushtetit të ndryhë në vendimarrjen e pushtetit gjyqësor. Çdo deklaratë politike u gjykoj që është presion. Por unë kam dhe mendimin tjetër, kam thënë dhe diku tjetër, presionin në gjyqësor, themi e thënë thjesht, intimidohet ai që dëshiron të intimidohet. Ai që gjyqtar ose prokuror që nuk dëshiron të intimidohet, nuk intimidohet nga asnjë lloj deklarate natyrës politike, pasi fundit çdo politikan është në rrjet normal të aktivitetit politik kur shprehet tillë, qoftë mund të ketë ose mund ta kalojë mas saktuar ligjërimin politik. Por intimidohet ai gjyqtar, ai prokuror që dëshiron të. Pra ju thoni është normale kur kryeministri thotë uroj që gjykata kushtetuese të mos lajthisë. Ai është ekses i ligjërimit politik. Por nuk është, domethënë, gjyqtari nuk mund të intimidohet nga deklaratë të tilla kësaj natyre, pasi ai nënshkruesi akti normativ dhe edhe publikisht do shprehet në mbrojtje të aktit. Edhe në një gjykim normal. Është antarët e gjykatës kushtetuese, të cilët natyrisht deklarata të tilla në një farë mënyrë duhet t'i neglizhojnë, t'i ignorojnë në mënyrë absolute në vendimarrjen e tyre. Unë mendoj që gjykata kushtetuese në çdo vend botës, jo vetëm te ne, është një organ superior i cili kontrollon pajtueshmërinë e ligjit me kushtetutën. Dhe në asnjë rast, jo vetëm ekzekutivi, por dhe legislativi, çdo pushtet tjetër nuk mund ndërhyj në asnjë formë, as me deklarata dhe as me forma tjera presioni, se në Shqipëri ka patur edhe forma tjera, më të rënda se deklaratat vetëm, në gjyqësor. Që do të thotë, jo vetëm që deklarata është e palishme e kryeministrit, por është dhe deklarata e cila prish raportin e balancimit pushteteve që e ka sankcionuar kushtetuta. Gjykata kushtetuese ka vetëm një funksion, ka shfuqizimin e ligjeve. Pra, që do të thotë, ligjet cilat janë antikushtetuese, që do të thotë nuk merr vendime, nuk miraton ligje, nuk ka vendimarrje në organ gjër, nuk kryen detyra apo organe tjera apo veprimtari tjera që i kryen organe tjera shtetërore. E ka të përcaktuar qartë në ligj dhe duhet të kryej vetëm ato detyrë. Dhe është përgjegjësi e atyre gjyqtarëve për të marrë një vendimarrje drejt për këtë çështje dhe për çështje tjera. Ka një ndërhyrje shumë brutale në gjyqësor nga viti 2016 e sot, me anë të reformës në drejtësi, dhe duhet mjaftuar që politika të ndalonte me këtë pjesë. Pra, boll është ndërhyrë në gjyqësor duke shkarkuar gjyqtar me drejt pa drejtë, çështje tjetër ta diskutojmë. Por ka ardhur momenti që tani këto organe që janë zgjedhur ka pasur mundësi të ndikonte qeveria në momentin e zgjedhjes së antarëve të gjykatës kushtetuese në parlament, për aq antar sa ka pasur, tani ka mbaruar pra mandatin e tyre, duhet të jetë i plot dhe ta bëjnë në konform të ligjit të pavarur. Çdo ndërhyrje tjetër është shkelje të ligjit. Kryeministri Rama harron diçka, në vend që të kërcënoj biznesmenët, ndërtuesit e tjerë që pas kanë ndërtuar pa leje, ka harruar të kërcënoj
punonjësit e vetë të cilët kanë shkelur ligjin për miratimin e atyre pallateve apo për lejimin e pallateve pa leje. Si mund të dali zëvendës kryeministrja e linjës dhe të thotë që një pallat në Tiranë mbiu pa letra? Është e pamundur që një pallat të ndërtohet nga fillimi deri në fund pas një dokumentacion. Dhe asnjë institucion shtetëror në Shqipëri mos ta kuptoj që po ndërtohet një objekt në mes Tiranës, se nuk ishte në në një periferi në kufi me në ishte tjetër. Pra, e parë përgjegjësi është e qeverisë, është e kryeministrit, është e ministrit linjës, është dhe e organeve tjera të cilat janë lizbatuese, të cilat për të mbuluar problemet të tjera, ndërhyrje të tjera të palishme, miratojnë një VKM e cila shpresojmë Ne qëndrojmë tek pasojat e vendimit të sotëm, shtyrjes së seancës. Çfarë ka ndodhur? Regjia do na shoqëroj me pamjet. Sot e pas dites, pas orarit zyrtar, pra në mbyllet orarit zyrtar, punojësit e IKMT-s, duke mos dhënë asnjë paralajmërim, janë gjendur para Prestige Resort me një fadrom dhe kanë hedhur në tokë derën e resortit. Ky veprim bëhet pikërisht sot, ditën kur Gjykata Kushtetuese po shqyrton një kërkesë Partisë Demokratike si shtam për shfuqizimin e aktit qeverisë për konfiskimin e pronave me VKM. Seancë e cila u shty sot për arsye teknike, e shpjeguam gjatë gjithë kësaj kohe. Këto janë pamjet. Unë e quajta një koincidencë në thonjza, një koincidencë rastësishme. Rama, çfarë i quan, meqense ishim duke biseduar bashkë? Çfarë komenti ke për këtë? Është mënyra më brutale që pushteti tregon forcën e vet duke shkatruar një biznes të lishëm në formën më palishme të mundshme. Pra, është diskutuar shpesh sot, gjatë gjithë ditës, pra nuk ka as diskutime që është në palishmëri, për gjitha veprimet që janë kryer. Më tipike ishte në momentin kur futen njerëz me kapuça, u trajtua pak nga media, që futen njerëz anonim, hajdut mendoj, nga institucione shtetërore dhe hapin dyert e një biznesi privat. Si mundet ndodhi kjo në një shtet normal ligjor demokratik? Kjo nuk ndodh as në një vend diktatorial dhe as në ndonjë vend i cili është në anarki totale. Pra kemi arritur në pikën që asnjë qytetar nuk ka garancinë minimale qoftë të njoftohet me një shkresë dhe të thuhet që prona jote do kufizohet, do sekuestrohet, do konfiskohet, nuk e di. Mund të ankohesh në gjykat, ndjekësh rrugën ligjore dhe më pas të vendoset. Pra ti të kalosh një herë rrugën gjyqësore dhe pastaj të vendosin nga organet qeverisë. Kush është IKMT-ja, ku dëgjoni Nuku e tjera, janë organe të cilat janë organe dytësore, nuk mund marrin vendimarrje për dëmtuar biznesi, për dëmtuar turizmin, për dëmtuar prona miliona euro, sepse është një dëm i parikuperueshëm. Kemi gjoba, kemi vendime gjyqësore të gjykatave ndërkombëtare, të cilat po japin drejtësi sepse në Shqipëri nuk po gjen drejtësi bizneset, qytetarët. Sot jemi bërë gjithë të rrezikuar, sepse prona jon, prona e gjithë secilit mund të merret nga qeveria, mund të sekuestrohet dhe mos kesh mundësi as të ankohesh, sepse e kuptoj që prona ka një kufizim, por e ka kufizimin në bazë ligjit tot kushtetuta, pra vetëm me ligj, jo nëpërmjet vendimeve të qeverisë apo nëpërmjet disa organeve që nxjerrin udhëzime të rëndomta. Nazarko? Ky veprim i sotëm tregon bazë vendimit të shtyrjes gjykatës kushtetuese tregon që qëllimin e kësaj VKM-je dhe arsyen pse është bërë kjo VKM. Kjo tregon që kryeministri ka kompetencat dhe forcën dhe institucionet për të goditur çdo lloj biznesi dhe çdo lloj ndërtuesi pak të VKM. Ka drejtorinë antikorrupsioni në kryeministri, ka drejtorinë e Inspektoratit Kombëtar Territori që varet nga ministri i Brendshëm, por kjo VKM është bërë për një qëllim tjetër, me sa e kuptoj unë dhe e lexoj elementet e saj. Kjo VKM është bërë duke qenë se kryeministri ka gjithë pushtetet në kontroll, ka gjithë fushën e lojës, po luan me dy porta. Në radhë parë njëherë, për efekt elektoral, do t'i tregoj publikut dhe qytetarëve votuesve, skeptikëve, njerëzve që janë shoqëri zgri, që unë po e luftoj ndërtimet e paligjshme, dhe për këtë po përgatis një VKM për konfiskimin, pavarësisht se kjo VKM është kundërshtim me gjykatën kushtetuese, është i bindur që është në kundërshtim me gjykatën kushtetuese, por do të tregoj ke publiku që unë po i luftoj ndërtimet pa lejë. Dhe në momentin që gjykata kushtetuese do ta rrëzoj, që unë jam i sigurt që kjo do rrëzohet, unë si inxhinier siç e shikoj, në momentin që e rrëzon, ai ngrit del me tezën tjetër, që po përgatit një tjetër VKM tani për faljen e gjitha këtyre ndërtimeve pa lejë, për futjen, për legjitimimin e gjitha këtyre ndërtimeve pa lejë. Domethënë në bazë zgjedhjeve ne do shikojmë se është lënë për bazë zgjedhjeve, do shikojmë që një VKM tjetër do dalë, e cila do amnistojë të gjitha ndërtimet pa lejë që janë bërë. Nga njëra anë i thot publikut që unë po e luftoj
Po gjykata kushtetuese nuk më la, unë po e luftoj ndërtimet pa lejë, gjykata kushtetuese u bë pengesë. Nga ana tjetër, do përgatisë një vendim qeverie i cili do amnistoj të gjitha ndërtimet pa lejë që janë bërë. Dakor, pastaj do të shohim nëse është një version i mundshëm kjo që thot Nazarko. Sigurisht do të analizojmë dhe barazim para ligjit, disa shkatrohen me tritol, disa të tjera me ruspa, disa të tjera falen, u jepet mundësia të riblehen, disa të tjera u jepet mundësia... Më falë, se ndoshta përdo marrë kolegëve. Kjo të regojnë që ne, po na vend diskutim, jemi një sistem qeverisje demokratike, një sistem qeverisje me shtet ligjor, me pushtetet pavarura, me drejtësi, me institucionet që funksionojnë bas ligjit, apo jemi një shtet ku se cili institucion, kushdo qoftë kryeministria, inspektoriatët, ku di unë, një fadromist, shkon dhe shkatron pronën, dhe nuk e kuptoj pse do të shkatroj atë pronë njërë. Se jemi në fakt që kjo pronë është me VKM-n e cila është duke shqytet një shkretuese, ka kaluar shtetin në administrim. Dërsa, tani, pse duhet shkatruar njërë e pronë? Kjo nuk kuptohet. Pse duhet shkatruar dyert e kësaj prone. Plus, pra, këtu, tani ne dalim jashtë mënyrës të menduar si jurist. Si duhet mendoju si jurist, si avokat, kur një qytetar i zakonshëm cënohet në pronësinë e tij nga një tjetër qytetar, po kur cënohet nga shteti vet, po u shkon fadroma vet, ndaj kujt duhet të ankohet, si duhet të ankohet, si duhet të mbrohet. Dhe kjo është alarm i madh, jo vetëm për biznesin, sa i biznesu jam i sigurt që qindark për qindark duhet merren ato para që po dëmtohen aty, shpejt ose vonë, ato do të pagojnë qytetar shqiptar qindark me qindark. Dhe nuk ka gjykat që mund të legjitimojë veprime të atij të palishme, dhe gjykata e parë që do vendosë ilegitimitetin e atij veprime do të gjykata kushtetuese, që unë ende besoj që do ta rrëzojë këtë VKM. Dhe rrëzimi i kësaj VKM do i kthej balën në gjendjen e parashme. Unë nuk kam qenë dhe detyroj që shteti do të shpërblejë çdo dëm të mundshëm, deri te brava që ka dëmtuar, edhe ato dyert metalike që dëmton pronarit të atij. Janë pamje të minutave të fundit të mbrëmjes, dhe ajo që unë nuk kuptoj me të drejtën, ndoshta ju edhe si jurist, njerëz që jeni marrë me institucionet, mund të më shpjegoni që pse veprohet tani NATO, shikoj punojnë SOSHE-s për shembull, pse jashtë orarit zyrtar. Nuk kam informacion për këtë, cila është arsyeja që ndodhen aty, nuk kam informacion nga resorti për këtë gjë, ndoshta stafi do më informoj, po ajo që më përshtypi është edhe aksioni ka filluar pas përfundimit të orarit zyrtar. Mund të ndërhyj se ka lidhje, domethënë gjithë e mbajmë mend imazhin e shëmtuar ku kryeministri në shoqërinë e kryetarit të bashkisë i vendos vullën një nga ndërtuesët pa lejë, një nga këto ndërtimet pa lejë që është bërë dhe kjo VKM, është e këtij ndërtuesi i cili kryeministri ka puthur në ballë dhe i ka vënë vullën e ndërtimit pa lejë. Që do të thotë, kjo VKM nuk është bërë për gjithë ndërtuesit e Shqipërisë, sepse të gjithë i kontrollojnë nëpërmjet institucioneve të linjës, se ka shumë kollaj të kontrollojë. Kjo është bërë për ata ndërtues të cilët kanë futur edhe në pjesën politike të shoqërisë, dhe për t'i patur në kontroll dhe për t'i kontrolluar, ka bërë këtë VKM dhe kryetarët e bashkisë, sigurisht. Se kjo VKM doli fill mbas goditjes që i bëri kryetarit të bashkisë Tiranës, kryeministri, kur doli dhe deklaroi që nga drejtarja e bashkisë ne shikojmë një objekt që është 6 kate pa lejë. Ajo ishte një goditje e pastër për ta patur në kontroll kryetarin e bashkisë në... E kuptoj, okej. Logu nuk kam dëgjuar për pamjet që transmetuam dhe aksionin për... Spari për të kuptuar çështjen e shantazhit. Domethënë, nëse doni të kuptoni funksionon apo nuk funksionon dhe ka apo nuk ka shantazh, duhet kuptoni që pasi u bë ajo deklaratë e kryeministrit, shoqata e ndërtuesve tërhoqi kërkesën nga gjykata kushtetuese. Pra u paraqiten dhe thanë që ne heqim dorë nga kërkesa që kemi paraqitur, pa arsye, pa motiv, dhe me arsye tjetër, po themi, apo me shpjegim tjetër përveç asaj deklarate nuk mund të dihet. Sigurisht që unë besoj që siç ishte ai presion ndaj shoqatës ndërtuesve, ka presion edhe shantazh, siç ka pasur edhe në raste të tjera që janë po kaq sensitive, edhe mbi gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Në fakt duhet kuptoni që vetë VKM-ja instalon një sistem standardesh të dyfishta. Pra, për dikujt i ofrohet mundësia që t'ia kaloj shtetit në pronësi me 1 euro. Pastaj konfiskohet, pastaj mund ta blej. Dikujt i konfiskohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Dikujt tjetër i thon hajde bleje ti me çmim tregu dhe po ta bëjmë leje ndërtimi apo po ta ligjerojmë.
Pra vetë mekanizma që ofron kjo VKM janë selektive dhe mund të përdoren nga ana e qeverisë në mënyrë krejtësisht selektive. Në rastin po themi e Prestige Resorti që u diskutuan, asnjë jurist, asnjë avokat, po jo vetëm po them njerëzit e fushës, po askush që është njeri me logjik të shëndosh, nuk di të thotë sepse një godin brenda resortit u shkatrua me tritol dhe disa tjera u konfiskuan dhe kaluan në pronësi të shtetit. Pretendohet që gjitha janë të paligjshme njësoj. Nëse është kështu, do duhej që të ruaj, po themi, standardi. Pra nëse ato janë godina të paligjshme që kalojnë 10% të sipërfaqes paligjshme, pretendon qeveria, konfiskohen, kalojnë, po them, në favor të institucioneve shtetërore dhe nesër pas nesër, nëse ka një vendim të gjykatave shqiptare që thot konfiskimi i pronave etj është i paligjshëm, i kthehen pronarit. Dhe ne nuk përballemi me atë nivel dëmi të jashtëzakonshëm që do përballet shteti shqiptar nëse gjykatat shqiptare apo të huaja do vendosin që prishja apo shkatrimi i hotelit në Prestige Resort ishte një veprim i paligjshëm. Nuk mund të kuptohet ndryshe, vetëse po themi me një hakmarrje të pastër që bëhet ndaj një subjekti të caktuar, i cili nuk pranon, po themi, disa kushte që vendosen. Po në vetvete konfiskimi pa një vendim gjykate. Për të njëjtit keni parasysh, domethënë që për disa ndërtues nuk ka pasur konfiskim, ka pasur marrëveshje notariale dhe ka pasur mundësi për ta blerë duke ndryshuar lejen e ndërtimit. Për disa të tjerë ka pasur drejt për drejt konfiskim. Keni një gjë, po themi, që është shumë evidente për gjithë juristët, është fakti që ky proces nuk ndjek as minimumin e një procesi të rregullt ligjor. Pra, fillon procedura e konfiskimit, as nuk njoftohesh, as nuk dëgjohesh, as nuk të kërkohen dokumenta, as nuk paraqet prova, as nuk mbrohesh me avokat, as se di se kush e ka bërë raportimin dhe çfarë raportimi ka bërë. Është një proces i cili kalon i gjithi, po themi, në heshtje dhe i vetmi moment ku ti merr dieni që prona jote u konfiskua, është në momentin kur të shfaqen, siç ishte ai rasti atyre 2 personat pa identifikuar me kapuç në kokë dhe me kacavit për të hapur dyert. Pra vetëm në atë moment qytetari, biznesmeni merr realisht dieni që prona e tij është konfiskuar. Nuk ka asnjë lloj garancie. Zoti Muçi ka një eksperiencë të gjatë në sistemin gjyqësor dhe e di që edhe kur një krimineli i sekuestrohet prona, ndiqet një proces i mirëfillt, i rregullt ligjor, në kuptimin që ai njoftohet, dëgjohet, mbrohet, kundërshton, parashtron, ankohet në gjykatë e kështu me radhë. Pra asnjë krimineli, sado që të ketë kryer një vepër shumë të rëndë apo të jetë me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore, nuk i konfiskohet në mënyrë të menjëhershme pasuria, po ndjek një proces të rregullt. Aq më tepër, dhe tjetër abuzim apo arbitraritet i kësaj VKM-je është që pavarësisht se nga gjithë godina, po themi, në një godin po marrim 11 katëshe, mund të kesh ndërtuar vetëm 2 kate pa leje, që përbëjnë më shumë se sa 10%, konfiskohet, po them, e gjithë pasuria. Pra 9 kate të cilat mund të jenë të lishme dhe me leje, nuk ka arsye pse të konfiskohen. Edhe në rastin e proceseve penale, pasuria që konfiskohet është deri në vlerën e veprimtarisë kriminale dhe nga ana tjetër mbrohen personat që nuk janë të përfshirë në atë aktivitet, sepse besoj do kemi mundësi të ndalim më tej se si dhe qytetar krejtësisht të pafajshëm mund, po themi, pa pritur t'ju cënohen të drejtat si rezultat i kësaj veprimtarie. Kam parasysh këtu rastet kur për shembull një pronar toke mund të ketë dhënë pronën e tij për ndërtim. Pra ka lidhur një kontratë sipërmarrje, ka dhënë një pronë, sigurisht që nuk është as përgjegjësia, as detyra e tij që të monitorojë dhe të kontrollojë ndërtuesin, dhe pa pritur në momentin që kjo pronë konfiskohet, sepse ky ndërtues ka ndërtuar 1, 2 ose 3 kate pa leje, i merret, po them, pasuria e tij, toka, dhe nuk ka të drejtë të ketë asnjë lloj drejte. E njëjta gjë ndodh me një qytetar që ka blerë një apartament. Nëse unë si qytetar kam blerë një apartament në një pallat që është në ndërtim, dhe unë sigurisht që nuk rri të monitoroj ose të kontrolloj ndërtuesin dhe është duke ndërtuar i me leje apo pa leje, dhe pa pritur organet shtetërore kujtohen apo kuptojnë që ky ka ndërtuar 2, 3, 4 apo 5 kate pa leje, konfiskohet e gjithë pasuria. Unë si qytetar që kam blerë një apartament me të ardhurat e lishme, me kontratë notariale, humbas edhe parat, edhe apartamentin. Pra deri këtu shkon arbitrariteti i kësaj VKM-je, e cila nuk merr parasysh as të drejtat e pronësisë qytetarëve, as të drejtat e pronësisë të personave të tjerë që mund të jenë në mirëbërësim, dhe as të drejtat e pronësisë që sigurisht kanë edhe zhvilluesit e ndërtuesit. Se kjo nuk është, po themi, një betejë që ne hajde tani të shkatrojmë gjitha përpjekjet që bëjnë ndërtuesit në këtë vend, të cilët sigurisht që janë njerëz, pakte një pjesa më e madhe e tyre janë njerëz të cilët kanë investuar paratë e tyre apo mundin dhe djersën e tyre për të ndërtuar, po themi, një ekonomi të caktuar në vendin tonë.
E qartë, pas pak minuta është do lidhe me një nga gazetarët, më thuaj më të? Jo, ideja është kjo, që gjitha këto që zoti Logu tha, janë shumë të rëndësishme gjitha atysh, po janë elementet nga më pak të rëndësishëm të këtij akti normativ. Pra një akt normativ i cili shkelmin flagrante të gjitha pothuajse gjitha parimet kushtetuese lidhur me drejtat themelore të njeriut. Gjitha parimet kushtetuese ndërtimi i shtetit demokratik nuk mund të presësh natyrisht që me teknikalitet e pastaj të jetë i rregull në teknikalitetet. Pra sa shkel parimin e ligjshmërisë. Pra një qeverie si institucion merr përsipër atributet e legjislativit, bëhet parlament, vetë qeveria, madje nuk dejon ta bëj as me akt normativ, po e bën me VKM. Që ta kaloj, se pak të akt normativ mund ta kalojnë në parlament, por merr atributet e parlamentit. Nxjerr një akt që është amnisti, ato që unë dua të citojmë ato që janë cituar natyrisht janë shkelje të ditura në padinë e gjuhës fshetuese, është që përbën amnisti që cilë mund del vetëm nga parlamenti, pra merr rolin e parlamentit që fal të gjithë ata persona që kanë bërë ndërtim pa lej, që përsi janë vepra penale dhe i të falen duhet të ndryjë parlamenti, pra qeveria pa e pasur fare parasysh kushtetutën bën këtë gjë. Gjithashtu, qeveria shkel gjitha pastaj procesi rregull gjyqësor brenda procesit procesit kushtetues të bërjes së VKM-s. Ja shkel përsëri parimet themelore të nxjerrjes një akti normativ. Pra gjitha këto, kur shkelet pastaj barazia e qytetarëve, gjitha pothuajse një pjesë të drejtën e pronës, dhe kur shkel këto parime kushtetuese, nuk kujtohet fare, nuk i bën përshtypje fare pasaj qeverisë, nëse ka zbatuar, edhe ajo shumë e rëndësishme, qoftë procesi i rregullt administrativ, kur e zbaton këtë akt normativ, që nëpërmjet një akti të caktuar administrativ, që ajo është një procedurë e caktuar administrative, që i nështrohet ligji të procedurave administrative, që ka ato momentet që ju i cituat, mos ka njoftimin e parë, njoftimin e shkeljes, pastaj marrjen e pretendimeve nga para që ka shkeljen, deri në vendimarrjen administrative vonë pastaj e drejta ankimit ose e pezullimit të veprimit të aktit. Pra, një akt i tillë që i cili është fundekryje antikushtetues është vështirë pretendosh që të jetë pastaj i rregullt në momentet në ato detajet e vogla, të cilat dhe këto janë dëme kolaterale pastaj, dëme që vijnë qytetarët e thjeshtë mund të kenë. Do ta bëjmë kështu. Ne do kalojmë në një hapësirë publicitare, më njëherë më pas do futemi në detaje të VKM-s për kuptuar se çfarë është kjo VKM dhe pse juristët duke se janë të gjithë një zëri kundër kësaj VKM-je. Vendim për cilin gjykata kushtetuese sot nuk mori një vendim pra në lidhje me këtë gjë, pas padisë që kanë bërë 28 deputet Partisë Demokratike, po e shtyu këtë seancë për datën 26 prill. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi të flasim në detaje për VKM-n. Dhe fillimisht pres edhe një lidhje drejt për drejt me gazetarin Çelmeta, i cili është në ambientet e resortit Prestigj, për të kuptuar se çfarë janë duke bërë atje përfaqësues të institucioneve. Kush janë ata dhe çfarë pretendimesh kanë? Rikthehemi, jemi live në Open, po flasim sot për shtyrjen e seancës nga gjykata kushtetuese për shqyrtimin e padisë 28 deputetëve të Partisë Demokratike mbi VKM-n për konfiskimin e ndërtimeve pa leje, një VKM kjo e qeverisë. Okej, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur sot pasi pikërisht në ditën e këtij vendimi duket se ruspat e IKMT-s kanë vajtur në Prestigj Resort. E quajmë një koincidencë të rastësishme, sigurisht me ironi dhe me në thonjza, me cinizëm, pasi asgjë nuk të bën të mendosh që është e rastësishme. Duhet kem gazetarin Igli Çelmeta të 24 atje. Çelmeta, mi mbrëma? Mi mbrëma jeni? Mi mbrëma? Çfarë po ndodh në ambientet e resortit Prestigj? Eni pas ditën e sotme, jashtë orarit zyrtar të punës, fadromat kanë prishur derën hyrëse të Prestigj Resort në Golem, duke zaptuar një pronë private pa vendim gjykatës. Që thashë edhe më parë, jashtë zyrtarit orar të punës rreth orës 7 pas dite, efektiv policie dhe punonjës të IKMT-s, duke mos dhënë asnjë shpjegim, asnjë paralajmërim më parë, janë gjendur para Prestigj Resort me një fadrom dhe uniforma policie, punonjës policie, kanë hedhur në tokë derën e resortit. Theksoj faktin që urdhri është ekzekutuar pikërisht sot, kur në gjykatën kushtetuese po shqyrtohet një kërkesë e Partisë Demokratike për shfuqizimin e aktit të qeverisë për konfiskimin e pronave me VKM. Vetëm para pak minuta sheni janë larguar edhe disa punonjës të OSHE-s, të cilët janë afruar afër godinës së Prestigj Resort, ku ndodhet edhe një transformator të
në cilin gjatë pasdites së sotme, kur efektivet e policisë dhe fadromat kanë shembur portën hyrëse të Prestige Resort, janë futur brenda dhe kanë vendosur një transformator aty. Dhe pas pak minutash, disa punonjës të OSHE-s janë futur brenda, por më pas janë larguar. Dhe nuk dihet se pse është kjo ndërhyrje e OSHE-s. Nuk kuptohet pse, nuk ka një shpjegim. Nuk ka një shpjegim, i kam pyetur punonjësit e OSHE-s sepse kishën ardhur brenda një prone private, se kush i ka urdhëruar dhe me çfarë vendimi kanë ardhur brenda një prone private, ato kanë bërë me dije se po kryenin detyrën e tij dhe më pas kanë tentuar të futen brenda në godinën ku ndodhet transformatori dhe më pas janë larguar. Po kështu nuk kemi një shpjegim edhe për arsyen sepse është hedhur dera në tokë sot, apo jo? Ka patur një shpjegim nga personat e pranishëm? Nuk ka patur një shpjegim nga personat e cilët në mënyrë të dhunshme kanë hedhur në tokë derën hyrëse të resortit Prestige dhe me anë të një fadrome e kanë shtyrë portën hyrësen dhe e kanë hedhur në tokë dhe më pas janë futur brenda punonjës të IKMT-s dhe efektiv policie dhe me anë të një kamioni kanë futur brenda më pas një transformator brenda godinës së Prestige Resort, i cila ndodhet në pjesën e pasme të godinës së Prestige Resort. Aty ka vendosur transformator, më pas kanë qenë dhe punonjës së SHE-s para orës 7 prezent dhe më pas janë larguar. Në momentin që kemi qenë prezent tu janë afruar sërish. Jo, nuk ka asnjë njoftim me shkrim, asnjë paralajmërim. Jo, asë një njoftim e shkrim dhe asë një njoftim zyrtar për mënyrën se si kanë vepruar sot në një pronë private. Okej, besoj tani janë larguar gjithë? Në këto moment që flasë? Para pak minutësh janë larguar dhe disa punonjës të OSHE-s, të cilët u larguan pasi u futën brenda tek godina ku ndodhet transformatori, të cilët kishin sjellur rreth orës 7, u larguan dhe nuk kryen asnjë veprim. Faleminderit Çelmeta, ishte Egzi Çelmeta, gazetari 24 nga ambientet e resortit Prestige. Ramaj, ke një koment? Po, është në vazhdim të gjithë sjelljeve të palishme dhe veprimet palishme që ka ushtruar gjithë institucionet shtetërore nga fillimi i prishjes pishinës, mos gabojt Prestige Resort, dhe më pas me shkatrimin e hotelit dhe më pas me sekuestrimin e objekteve dhe godinave tjera. Jemi para një situate mendoj alarmante, është alarmante për çdo qytetar, jo vetëm për biznesin i cili operon në mënyrë ndershme dhe konform ligjit, për çdo sjellje të qeverisë mendoj, në këtë moment, duhet ketë një reagim qytetar në këndvështrimin tim. Ne duke qenë juristë dhe profesionistë fushës e shohim me keqardhje të gjitha veprimet, sepse siç e thash, si qytetar, shoh që në çdo moment, çdo kujt mund t'i shkatrohet dhe mund t'i sekuestrohet prona e tij. E përmendi me drejt inxhinieri, pra në mes Tiranës ndërtohen objekte pa leje, të cilat bien qartë në sy dhe janë kundërshtim me çdo lloj plani, çdo lloj ligji urbanistik dhe amnistohen. Pra që do të thotë blihen me çmimin e tregut. Çfarë do të thotë kjo? Pra një objekt i cili është ndërtim pa leje, ka ligje që do të thotë ka një hierarki normash, nuk bëhet me VKM. Kemi kodin penal i cili prevalon mbi çdo gjë tjetër dhe ligjet e tjera të urbanistikës, që do të thotë ndërtimi pa leje është i dënueshëm penalisht. Pra fillon një proces penal, fillon një hetim penal, ku palja ka drejt mbrohet. Pra nëse ka ndërtuar në mënyrë të palishme, paraqitet pranë organit prokurorisë dhe më pas merret vendim për atë person. Dhe shteti ka të gjithë organizmat për të vazhduar procedurën e mëtejshme. Nuk mundet që të diskutohet sipas VKM-s që të blihet, të jepet me njëherë, të blihet aty do kthehemi aty ke VKM-ja. Këtu qëndrojmë edhe me komentet për ngjarjen e sotme të Prestige Resort. Do doja të shikoja një material tani të përgatitur nga stafi që ka të bëjë me VKM dhe fillojmë pikërisht atë diskutim për cilin e cekëm pak edhe në këtë pjesë të parë. VKM-ja në vetvete, ku janë pikat për të cilat juristët kryesisht janë më tepër një zëri kundër, duke thënë se sigurisht është në shkelje të kushtetues. Shohim materialin.
nëse Prestige Resort papritur vendimin e gjykatës. Ok, rikthehemi në studio, duhet ndalem tek VKM-ja tani me të ftuarit e mi, Neni 42 Kushtetutës, lutem regjia, ta lexojmë. Liria prona dhe të drejtat e njohura me kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cënohen pa një proces të rregullt ligjor. Kushdo për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe interesave të tij kushtetuese ligjor ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj. Do të mund që pyetje, ka marrë qeveria me këtë VKM kompetencat e gjykatës, apo ajo ka vepruar sipas kushtetues dhe ligjeve? Do në gjykatë, qeveria me këtë VKM është ndëruar zot, do të ka fshirë gjitha pushtetet e tjera dhe ka marrë rolin e edhe gjykata përsëri procedon me një mënyrë të caktuar. Kurse me këtë VKM qeveria sillet me pronën e qytetarit shqiptar, sikur të ishte ajo pronar. Pra, duke shkelur me dy akëmët, Neni 11 kushtetuesi që garanton drejtë e pronësisë dhe Neni 42 që ju cituat, që ka të bëjë me procedurën, me respektimin e procedurës në heqjen e drejtës pronësisë. Pra, në mjet saj VKM-je, sepse nuk është as ligj, është akt normativ VKM. Pra, nuk ishte nështruar as vullneti politik të forcës që mund ta kishte bërë. Pra, në mjet saj cënohet në thelbe drejta e pronësisë qytetarit shqiptar, konfiskohet kjo pronë, i kalon shtetit, jo vetëm pa respektuar, jo vetëm fani shkelur duke shtetutën, po pa respektuar asnjë moment të natyrës procedurale. Pra, prona e Shqipërisë, prona e qytetarit shqiptar është e shenjtë, e mbron kushtetuta, e mbron në mënyrë të plotë qytetarit shqiptar dhe mund të shpronësohet vetëm në rast të interesit publik dhe me dëshpërbimit të plotë. Ky është rasti vetëm ku një qytetar shqiptar, shteti mund t'i marrë ose mund ta cënojë atë në drejtën e pronësisë. Absolutisht nuk ka lidhje me këtë rast, është vullneti i qeverisë, i cili, por në këtë rast, ajo që është e qartë, është bërë për arsye sepse vullneti i të shpronësuarve dhe me shpronësuesin duke që pajtohet me një tjetrin, pavarësisht cënimit të interesave tjera publike, dhe kjo nuk e ekspozon problemin. Pra edhe ne që flasim publikisht, edhe deputetët natyrisht që mbrojnë interesin publik me shumë drejt mbrojnë interesin publik, por në këtë rast nuk ka, pra të dy palët kanë interes në këtë procedurë ligjore të kundraligjshme. Por ajo që është e rëndësishme për ne si jurist, për mua dhe si penalist, më shumë është që këtu ka një vepër penale, amnistohet vepra penale në ndërtimin pa lej. Sepse ne nuk kemi pasur bosh legjislacione shqiptare në ndërtimin pa lej. Dhe sot në një ditë të bukur qeveria kujtohet për ta plotësuar këtë vakum ligjor, po themi, sepse ka konstatuar disa ndërtime pa lej. Ka legjislacioni shqiptar që prej vitit 2008 ka hyrë në fuqi kodi penal. Pra ju po thoni që janë të gjitha mundësit për të përgjigjur ndërtimeve pa leje. Ndërtimi pa lej për mua është ngjarje, si gjitha ngjarjet e tjera, duhet hetuar, duhet gjetur fajësia ose jo, duhet vepruar ndërtimi, vetë produkti ndërtimi pa lej është produkti i veprës penale, ligji penale zgjidhet, e citoj dhe logu, pra ajo si produkti i veprës penale konfiskohet, qoftë vlera e saj, qoftë në vlera e tjera, pra ligji është i qartë dhe i plotë në këtë aspekt. Atëherë sipas jush cila ishte nevoja e kësaj VKM-je? Unë kam dëgjuar disa zëra shumë interesante që thonë që nevoja për të marrë para qeveria. I kam dëgjuar edhe në paketet e studia. Që pra nëpërmjet kësaj VKM-je, qeveria merr ca para. Pra duke dhënë me 0 lek, pastaj duke shitur ndërtuesve, qeveria do marrë ca para ose do marrë ca ndërtime. Nuk mund të marrë para qeveria. E para një përsëri kjo është e paligjshme. Se qeveria nuk mund të hyjë në biznes. Se shkel parimin pastaj të barazisë të baraligjit shqiptar, se edhe nëse do hyjë biznes privat, qeveria është detyruar ka procedura të caktuara, kushtetuta dhe ligji. Por në këtë mënyrë si qeveria shkel ligjin, sepse nuk mund të fitosh para duke shkelur hapur ligjin. Duke shkelur hapur një drejt kushtetuese. Pa ju analizë pasaj detaj teknike që i citoj që vlerat që e shitjeve dhe transaksionet do jenë të tilla që kush do i kontrollojë ato vlera. Kjo çështja e barazisë përpara ligjit, që është një nga çështjet kryesore pse ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuese. E tha me drejt zoti Muçi që sigurisht në kodin penal ekziston prej vitit 2008 vepra penale ndërtimit paligjshëm, por në vitin 2014 u bën disa ndryshime dhe pas atyre ndryshimeve që bëri pikërisht kjo qeveri sollën e parlament dhe i miratoi aso kohë, filloi një aksion i gjerë, ndoshta e kujtoni task force apo themi cila evidentonte çdo qytetar pra
çdo qytetar që ndodhej nga Vermoshi në Konispol, që rregullonte çatin e shtëpisë tij, riparonte murin rrethues, ndryshonte pllakat e shtëpisë, apo shtonte një dhomë, po themi, për fëmijët e tij, shkonte në përgjegjësi penale dhe vetëm në 3 vitet e fundit ne kemi 2152 shtetas që janë dënuar në fakt për ndërtim të paligjshëm. Po ndërkohë që gjithë betejë ishte fokusuar të këta shtetas, qytetarë të thjeshtë që ndërtonin për nevojat e tyre personale dhe familjare, fatkeqësisht, apo çuditërisht në fakt, qeveria, bashkia, kryeministri, kryetari i Bashkisë Tiranë, drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, nuk shikonin se si në Tiranë, në rrugët që ata kalonin çdo ditë, ngriheshin kulla 10 kaçe. Dhe për këto kulla, po themi 10 kaçe, u nxorr një VKM që synonte amnistimin e tyre. Pra këta futën në një procedurë duke nënshkruar fillimisht një kontratë, më pas duke blerë mbrapsht pronën që është konfiskuar dhe në këtë mënyrë përjashtohen nga përgjegjësia penale që kanë për ndërtimin e paligjshëm. Pra shikoni se sa e pabarabartë është ky lloj sistemi që ka ndërtuar. Nëse një qytetar i thjesht që ndërton për nevojat e tua personale, shkon në burg dhe dënohesh, ne kemi pasur raste shumë fatale, kujtoni këtu që ka pasur qytetar që i kanë dhënë fundjetës në mënyrë shumë tragjike, pikërisht për shkak të asaj reprezalje të madhe që u bë aso kohë, ndërkohë nëse je një ndërtues që ke mundësi të ndërtosh 10 rakate, disa prej cilave pa leje, qeveria ta jep mundësinë që ti ligjërosh. Kjo në vetvete përbën një pabarazi të qartë të qytetarëve përpara ligjit. Edhe midis ndërtuesve, disa mund ta blejnë pronën, disa të tjerëve u hidhen nerë, siç ishte rasti i disa me leje u prishet. Për shembull. Ajo që duhet të sqaroj nuk është vendim qeverie, por është një vendim i kryeministit. Ne nuk kemi një qeveri, ne kemi një kryeministër me 12-14 manikina, të cilat ngrejnë dorën për çdo vendim që merr kryeministri. Dhe ky vendim, ashtu si sqarova, është një vendim për të kontrolluar ata ndërtues që ndikojnë në jetën politike të vendit. Të tjerët i kontrollon nëpërmjet Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili varet në varësi të ministrit brendshëm, që është pjesë e qeverisë. Edhe në këtë VKM shikoj që ke pika 3, institucioni i cili do përcjell dokumentacionin, pika 2 dhe pika 3 e VKM-s, që do përcjell dokumentacionin në SHI-MT-ja dhe IKMT-ja. Jo më kot të paraqita të rast, atë imazhin e shëmtuar kur kryeministri i jep lejen duke futur në ballë një nga ndërtuesit e vendit, sepse duke marrë parasysh këtë fakt, kush nga këta inspektorë të IMT-s ose IKMT-s ose drejtues të lartë policisë do guxoj dhe do shkoj të vendos pezullimin e një ndërtimi pa lejë përpara një ndërtuesi i cili ka akses direkt ke kryeministri. Asnjë nuk. Pra ju po thoni, kush do kryeministri favorizohet, kush nuk do kryeministri? Po sepse asnjë nuk do guxoj të shkoj të pezulloj punimet e një ndërtuesi i cili ka akses dhe komunikon direkt me kryeministrin. Duhet ta bëj vetëm gjykata. Se askush tjetër nuk mund ndërhyjë në gjithë të sistem. Kryeministri duke marrë parasysh faktin e politikës shqiptare, e cila është totalisht të paralizuar, duke patur gjithë fushën në kontroll, një opozitë totalisht të shkatruar, i ka marrë të gjitha atributet, tani po tenton të hyjë dhe në atributet e prokurorisë gjykatës, duke amnistuar veprat ndërtimet pa leje dhe duke marrë vendime që merr gjykata. Bën këtë veprim tani. Objektet me leje, cilat kanë dhe i rëndësi për shumë arsye që mund të diskutoj, prishen, shkatrohen në një kohë që janë funksionale, që ligji nuk e lejon në momentin që është një objekt i ndërtuar funksional të prishet, dhe vetëm për objektet që janë në ndërtime sipër apo objektet tjera që kanë nisur ndërtimi pa leje, por gjithsesi rasti i prestigjit është objekt me leje, i cili shkatrohet dhe rastet tjera ndërtim pa ligjshëm mes Tiranës legalizohen ose blihen ose me veprime tjera me manovrat VKM-s. Pra, qeveria ka një synim thjesht dhe kryeministri ka një synim thjesht. Kush nuk është me qeverinë dhe kush kritikon qeverinë e ka të qartë faturën, pra duhet marrë faturën mbrapa, faturë e cila dhe mund të kthehet, siç janë kthyer raste tjera, siç është rasti Beketi e tjera, gjykata arbitrazhit, gjykata ndërkombëtare, kemi vendime të famshme edhe nga gjykata evropiane e drejtave të njerëzit, që janë në dëm të qeverisë. Pra, miliona euro buxhet i cili do shkoj për këto veprimet paligjshme të qeverisë. Dhe ky është rasti tipik që në një moment kur gjykatat shqiptare nuk reagojnë, i vetmi mundësi është gjykata ndërkombëtare, institucioni ndërkombëtar.
Gjykatat shqiptare në këndvështrimin tim janë organet cilat duhet jenë ose janë tashmë barriera fundit nëse kanë mundësim për të qenë barriera fundit, sepse askush, asnjë qytetar, asnjë individ, asnjë biznes nuk ka garancinë përveç se në gjykatë, pra nuk ka garancinë në asnjë vend tjetër. Në momentin që gjykata nuk kryen një proces gjyqësor në kohë, në momentin që gjykata zvarrit apo shtyn proceset, siç është rasti në fjalë, apo cakton gjen mekanizma dhe manovra për të mos dhënë drejtësi, atëherë do vuajnë shqiptarët, besoj afatgjatë, sepse dëmtimi gjyqësor është dëmtim afatgjatë për gjithë shqiptarët. Dhe këtë po e vuajmë ne për ditë, besoj do ta vuajmë edhe në të ardhmen. Si ka mundësi që në Shqipëri nuk po ndalohen ndërtimet pa leje 30 vjet? Çfarë do të thotë ndërtim pa leje? Si ka mundësi që ne e dim shumë mirë, tha zoti Logu, me mira të dënuar për një tull, për një fasadë, për një lyerje të jashtme? Të vjen bashkia në moment sa po të hapësh një dritare në një ambient apo në një pallat dhe të thotë që gjob apo mas apo djegje penale të çon direkt apo prishje. Pse po bëhet tashmë ta lidhim prapë me VKM? Pse po diskutohet prishja e pallateve 50 vjeçare, mbi 50 vjeçare? Kush është interesi i qeverisë në këtë pjesë? Pra në vazhdim të asaj VKM-ja, qeveria ka interesa më të gjëra, nuk është vetëm rasti për ndërtimin pa leje, por duke krijuar ligje apo me vendime të tjera të qeverisë, sepse me ligje ka frikë, kërkon që të marri pronat e qytetarëve. Pse duhet prishen pallatet apo objekte në banesat 50 vjeçare në Tiranë? Në botë ka objekte 300, 400, 500, 1000, nuk e di, që akoma ekzistojnë. Pse nuk riparohen? Pse nuk janë në gjendje apo në kushte të mira teknike? Çfarë do thotë? Duhet patjetër që qeveria të sekuestrojë, të prishet dhe në pas të japi ndërtuesi për qëllime klienteliste, për qëllime korrupsioni, sepse ne e dim, këtu çdo gjë bëhet për një interes, nuk bëhet pa interes. Dhe ata pushtetar apo dhe ata biznesmen që janë pro-qeverisë, që profitojnë nga këto ligje, kanë interesat e tyre, sepse në fundit qeveria cedon diku. Dhe ky është problemi që vuajmë çdo ditë. Logu, si shpjegohet që një çështje e tillë kaq e rëndësishme gjithsesi që ka të bëjë me pronat, rregullohet me vendim qeverie dhe nuk kalon në parlament? Në fakt kjo është në vetvete një palishmëri. Sigurisht do me thënë dhe një antikushtetueshmëri, sepse sigurisht që çështje të tilla, aq më tepër kur kemi të bëjmë me kufizime të drejtave dhe lirive themelore, detyrimisht sipas netin 17 kushtetutës duhet të rregullohen me ligj. Dhe në disa raste të caktuara jo me ligj të thjeshtë, por me ligj me shumicë të cilësuar, për shembull amnistia. Nëse do kishte një amnisti, është nga rastet kur duhet miratohet me shumicë të cilësuar, pra 84 vota që nënkupton një bashkëpunim mazhorancë opozit për të arritur në atë lloj konkluzioni. Dhe duke që tashmë, po themi, arbitrariteti ka arritur deri aty sa shmanget edhe parlamenti, po themi, dhe miratohen akte të drejtë për drejta, pa pasur frikën që nesër pas nesër do përballen me përgjegjësi. U përmend pak këtu që në fakt gjendja gjykatave është vërtet për të shqetësuar. Po themi, unë nuk e kam kuptuar si jurist dhe si avokat, se si ka mundësi që kur merret një vendim për prishje e një godine dhe bëhet, po themi, një kërkesë për pezullim në gjykat, se keni parasysh që po prish një godinë është e pakthyeshme. Pra nuk është se po mori vendimin gjykata, të nesërmen fillon ndërtimi dhe të pas nesërmen godinë kemi gati, gjykata e cakton masën, datën e seancës të nesërmen e prishjes. Çfarë do arri, po themi, shohim që edhe sistemi gjyqësor në fakt, pikërisht, po ka edhe raste të tjera, po themi, kur gjykatat për qytetarët dhe biznesmenet janë bërë, po themi, mjete jo efektive për t'i zgjidhur, për t'i adresuar çështjet e tyre. Ka dhe një problematik tjetër që lidhet me menaxhimin, po themi, e situatës së leve të ndërtimeve të palishme, sepse u erdhi ose erdhën, po themi, duke thënë, apo premtua fort që ne do t'japim fund këtij fenomeni. Në fakt, në diskutimin që kanë pasur në parlament në vitin 2020, kur ka pësuar një ndryshim ligji për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të shpranuar që e gjetëm me 200.000 ndërtime të palishme dhe sot jemi me 450.000 ndërtime të palishme. Pra, kush duhet mbaj përgjegjësi? Duhet dikush të mbaj përgjegjësi për këtë situatë? Duhet që bashkia, inspektoriatet pranë bashkisë, policia bashkiake, Ministria e Rendit, policia, po themi organet tjera, inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit, të mbajnë një herë përgjegjësi për këtë situatë që është krijuar, se si ka mundësi që ndodh gjithë kjo veprimtari e palishme, pa leje, dhe askush nuk merr masa për ta parandaluar. Faktet, po themi, dhe shifrat e tregojnë më mirë se kushdo tjetër se cila ka qenë kjo lloj situate. Po në çdo rast, mënyra se si do ta trajtosh këtë situatë tregon shumë në fakt për qasjen që ke ti ndaj pronave. Dhe unë mendoj që e gjithë kjo problematikë që ne e shohim sot, edhe kjo VKM, nuk është gjë tjetër veçse qasja që ka kjo qeveri ndaj pronave dhe pronarve. E kemi parë në Shkozë, këtu, e kemi parë në Astir,
qasjen, e kemi parë në lagjen 5 Maj, e kemi parë në Laprak, po e shohim me banorët e Bërxullës, e pam të rasti i Prestigj Resordit, e kemi parë dhe në rastet të tjera, se si po themi, një drejtë që është themelore, jeta, liria dhe prona janë 3 drejtat themelore një shoqëri demokratike, shkelet dhe abuzohet në mënyrë flagrante. Dhe askush po themi nuk banë përgjithësi. Unë mendoj që raste po themi të tilla, kur qeveria apo organet ekzekutive vendosin konfiskimin, ne nuk gjejmë në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Gjithnjë konfiskimet apo sepse është e barabartë me shpronësimin, kryhen nëpërmjet një procesi të rregullt ligjor që ndiqet nëpërmjet nga ana e gjykatave. Dhe qytetarit i garantohet dhe i mbrojtë çdo e drejtë. Ndërkohë që ne jemi rasti unik në Bashkimin Evropian, po edhe në Këshillin e Evropës, që është juridiksioni i gjykatës Strasburgut, që ndiqet kjo procedurë ku një qytetari pa u njoftuar, pa u lajmëruar, pa u dëgjuar etj, i konfiskohet prona, i merret prona, i merret gjithë investimi i tij, merret mundi dhe djersa e tij me një vendim qeverie të një organi, po themi që nuk garanton asnjë lloj panshmërie, se kemi parasysh që KKT-ja është një organ që drejtohet nga kryeministri, ka disa ministra në përbërjet e tij dhe nuk ka ndodhur asnjëherë po themi që të kenë dalë me ndonjë vendim apo të ketë pasur ndonjë mendim të ndryshëm nga ai po themi që ka kryeministri. Kjo të paktën do garantonte një lloj procesi, po sigurisht që këtu jemi larg asaj. Pra, një vendim qeverie i cili atakohet nga juristët, një zëri duken ata kritik, mbi disa fjalë çelës që do të quaja selektivitetin, pra është selektiv në përmbajtjen e tij, merr kompetencat e legjislativit, merr kompetencat e gjykatës. Dhe për ta kuptuar këtë e tha pak më parë Logu, dhe pronat që sekuestrohen nga prokuroria për elementet kriminal, ka një detyrim ligjor që të shkojnë përpara gjykatës, apo jo? Aq më pak gjithë shkelje, për të arritur për të kuptuar pra se për çfarë po flasim. Unë nuk e gjykoj qeverinë, nuk e paragjykoj se qeveria atë punë ka, po themi. Edhe me fjalë tjetër. Në kuptimin e shumë të keq fjalës, jemi të detyruar ta themi këtë. Por gardiani i drejtave qytetarit në shoqëri demokratike është gjykata. Dhe keqardhja më të madhe tani, unë nuk e kam, sepse në çdo shoqëri, edhe demokratia e qoftë qeveria e ka tendencën për ndoshta me ose pa vullnet, me ose pa dëshirë për të abuzuar. Por ajo që është gardian, që duhet të vendosi kufi ose të ndëshkojë është gjykatat. Dhe keqardhja më të madhe në gjendjen që jemi ne sot, unë e kam me sistem gjyqësor. Aq më shumë pas kësaj mega reforme që kemi 7 vjet që bëjmë në Shqipëri, që u shitën shqiptarëve si sukses të jashtëzakonshëm dhe vazhdojnë t'ja u shesin shqiptarë sukses të jashtëzakonshëm, ndërkohë që ne të gjithë, nuk ka edhe juristit më pro qeverisë, e ka të vështirë ta mbrojë këtë VKM në raport, po themi, me kushtetueshmërinë ose ligjshmërinë e tij. Dhe kjo është e keqja më e madhe. Pse gjykata nuk ndryn? Pse nuk ndryn prokuroria? Dakor, policia, gjithë institucionet që i kanë parasysh ndërtimet mund të jenë të presuar politikisht e tjera, por prokuroria pse s'ndryn? Pse nuk vepron në mënyrë të menjëhershme? Po gjykata pse s'ndryn në menjëhershme? Po gjykatat edhe sot, ky rast i gjykatës kushtetuese, unë e thash në fillim, këto janë manovra, sepse nuk ka jurist, do të ketë vështirë jurist ta firmosi kushtetueshmërinë, dhe mund të firmoset në fakt. Por këto janë manovra tashmë thjesht për të dhënë kohë dhe për kuptuar ç'të bëjmë, mos ndoshta e nesme sjell diçka tjetër. Por nuk mund të sjellim, se ky diskutim është bërë që vjet në shtator, ne kemi qenë, edhe unë kam qenë në studio, kam diskutuar, është bërë përsëri në dhjetor kur filloi shqyrtimi i gjykatës kushtetuese, po bëhet përsi sot që u shty, do bëhet përsëri pas 2-3 javësh kur të jetë seanca, është e pamundur që të shmangemi këtij. Por sistemi gjyqësor nuk duhet të lejojë këtë. Dhe ne duhet ta vëmë gishtin atje ku duhet. Ne duhet shoqëria shqiptare, ajo që thanë gjithë, të ndërgjegjësohet që pa sistem gjyqësor Shqipëria nuk mund të respektojnë liderët e njerëzit në Shqipëri. Nuk mund të kufizohet identiteti i palishëm i qeverisë, nuk mund të kufizohet abuzimi i qeverisë. Sistemi që ne prodhuam me vetingun e famshëm, të votuar 140 deputetë e parlamentit, dhe të mbështetur në mënyrë të habitshme, kur ne të gjithë kundërshtonim qoftë ato zera fare minor kemi qenë, që thoshim në një fjalë, jo kundër, po thjesht më të jemi kujdesshëm, se është një sistem po u shkatëruar, nuk ndërtohet lehtë, se po shkatërrojmë një makineri që mban sistemin demokratik në këmbë. Por ra ky mekanizëm bie sistemi demokratik i qeverisë, nuk ka qeverisë demokratike. Dhe kur e theshim këtë para 5-6 vjetësh, gjithëshin jo, ne duhet i murra, pas miqve tanë, na i duan të mirën, të shkatërojmë sistemin, të prishim gjykatat, të prishim prokurorinë, po si mund ndërtojmë përsëri? Shtetet kanë nga 200 vjet shtetet demokratike dhe përsëri janë shumë kujdesshëm, thonë që përsëri kemi nevojë të rregullojmë gjykatat, të përmirësojmë, po me shumë kujdes, kurse ne sapo e ndërtuam, qoftë ato sistem gjyqësor që kishim me shumë probleme, por që në vlerësimin tim kishte shumë pak probleme se legislativi dhe ekzekutivi kohës.
po duheshin adresuar problemet brenda institucioneve, jo të ndërhyjet i lije i ekzekutivit, sepse ne ja lëm ekzekutivit të gjyqësorin. Pra jo, ja bëm gjyqësorin, jo reformën. Ja lëm ekzekutivit të ribërë gjykatë dhe prokurorit nga e para. Tani, pse mund të krijojmë llogari? Si mund të gjyqësori krijuar nga ekzekutivi ta kundërshtojë ekzekutivin? Dhe pse nuk duhet të krijojmë llogari tani? Ku ti krijojmë se janë njësh? Në gjykimin tim gjithmonë. Pra ky sistem gjyqësor është njësh sepse kjo qeveria është i kapur nga qeveria. Absolutisht, s'bëhet fjalë, absolutisht. Nuk bëhet fjalë. Dakord, pesimist si parashikim ky i zotit Muçi, ne do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do bëjmë një parashikim të fundit, ama që ka të bëjë me vendimin final të 26 prillit të gjykatës kushtetuese në lidhje me çështjen e VKM-s, padis 28 deputetëve të Partisë Demokratike. Publicitet e rikthehemi. Jemi në minutat e fundit, jemi në xhiron e fundit të debatit dhe do mundohemi të bëjmë një parashikim me të ftuarit se çfarë do të ndodhë me vendimin e gjykatës kushtetuese datë 26 prill. Po mendoj që gjykata kushtetuese ka momenti tani tregoj që është përtej politikës, e sheh politikën si organ ose si fuqi e cila nuk mund ndikojë në gjyqësor, duhet të ndahet një herë mirë, mbas 30 vitesh duhet ndahet gjyqësori nga ekzekutivi dhe nga legislativi, duhet ndahet nga presioni, besoj duhet na takon dhe ne si qytetarë, si jurist, ta mbështesim gjykatën, të mbështesim gjithë gjyqësorin. Besoj se nëse do vendosim që të jetojmë në Shqipëri, duhet të ketë patjetër një gjyqësor funksional, është e pamundur pa gjyqësor kemi aspirata për Bashkimin Evropian, kemi mundësi ndërtojmë të ardhmen në Shqipëri. Çdo gjyqtar, çdo jurist, çdo person apo çdo qytetar i cili ka parë ato pamje të vajtjes natën në prestigjësor sot dhe të herës fundit ku disa djem me kapuça hapin bravat e dyrave të një biznesi privat, mendoj që duhet sensibilizohet dhe duhet të japi drejtësinë në fund, sepse shqiptarët kërkojnë drejtësi, nuk kërkojnë asgjë tjetër, është diçka krejt legjitime, ne kërkojmë shtetës së drejtës. Jo vetëm që ajo VKM duhet të rrëzohet, po duhet më tepër, duhet mbështetur gjyqësorit, duhet dhe për kraj besoj dhe nga ana jonë dhe nga ana medias që është dhënë dhe në çdo ndërhyrje që mund të ketë ekzekutivi në kundërshtim me gjyqësorin ose në kundërvënie të gjyqësorit, besoj se duhet kritikohet dhe duhet ndërgjegjësohen qytetarët. Është momenti që palishmëria në Shqipëri të marrë fund, boll 30 vjet kemi pasur prishje, shkatrime, ndërhyrjet politikës, favorizime, korrupsion, keqeverisje, tashmë duhet distancohemi dhe mendoj që është momenti nëse duam të jetojmë në Shqipëri. Politika e ka ndarë rrugën e vet, pra një pjesë e politikës shqiptare ka vazhduar me keqeverisje, ka vazhduar me korrupsion, ka vazhduar me formën ose mënyrën se si e ka trajtuar vetë atë politikën, politikë bërje, por që nuk ka sjellë benefite, se jemi vendi më i varfër në rajon, jemi vendi më i varfër në Europë, dhe sot përpëllitemi për të rritur disa pagat cilat janë qesharake, mendoj, duke konsideruar rajonin dhe Bashkimin Evropian. Komuniteti juristëve, duke qenë se jemi shumica juristu, bëri një përpjekje me anë protestës që bën, ose bojkotit që bën avokatët, për ndryshuar diçka në gjyqësor, duhet më tepër, duhet sensibilizim i gjerë, mendoj, i komitetëve të juristëve, për të qenë një grupim i fortë, sepse nëse nuk ka liq në këtë vend, atëherë besoj se ardhmja do të zyntë. Muçi? Shiko, unë kam të vështirë nga pikpamja profesionale të gjej argumenta ose ta vendos veten në vendin e kujdo juristi që të legjitimojë nga pikpamja kushtetuese këtë akt normativ që është VKM. Është objektivisht e pamundur. Është kam shumë të vështirë të gjej argumenta kushtetuese, të gërmoj ose në jurisprudencën kushtetuese, në praktikat e tjera, mos dalim të gjykatës europiane drejtë njerëzit e tjera për të legjitimuar këtë. Ky është një akt që unë e kam thënë e më para shkatron në mënyrë brutale gjithë piramidën legislative kushtetuese ligjore Shqipërisë dhe shkel. Por në fakt ajo që unë gjithmonë te atë që dhe kolegu i përmendi, unë besoj që ka erdhur një moment që enough is enough në anglisht. Pra, edhe ky shkatrimi i vazhdueshëm i sistemit drejtësisë duhet të marrë një fund. Dhe kjo trup gjyqësor të paktën që është e kompletuar, është e vetmja trup gjyqësore e kompletuar në Shqipëri. Dhe natyrisht duhet të bëjnë thirrje, unë ndoshta jam shumë i parëndësishëm për të thënë, por si qytetari thjesht e bëj tani këtë, ndërgjegjes jo vetëm juridike, por dhe qytetare. Për ta bërë këtë vend, mos i përzihem fjalë, për të filluar ta bëjmë të jetueshëm.
për të filluar të mendojmë të jetojmë këtu. Pra, ta bëjmë një vend ku të paktën nuk mund të lejohet në mënyrë flagrante të shkelen drejtat e njeriut të individit. Nuk mund lejohet në mënyrë flagrante të cënohet prona e individit. Nuk mund lejohet në flagrante që dikush të falet ta fali një vepër penale. Le të nënshkohet pak, shumë, minimalisht, por nuk mundet formalisht dikush të falet në mënyrë të pa kuptim nga kryeja e një vepre penale. Pra të dali qeveria e vendit tim edhe të fali dikë sepse kur ka kryer një vepër penale. Pra të gjitha këto shkelje të tilla, të gjitha këto situata që na bëjnë, shpesh na bëjnë, për ta dhe kolegu, nuk do ta shohim kaq zi sepse është shumë dëshpëruese do të ikim. Dita duhet filloj një ditë të filloj të marrë rrugë. Duhet ta kuptojë, ndoshta edhe qeveria vetë se kupton. Pra qeveria shohun është një dallëdisje të tillë. Shkelje ka një flagrante nga gjitha anët, sa duhet doli dikush edhe nga njerëzit e vet, se unë e di që ata ka vendosur qeveria, se do institucionet e zgjedhura e qeverisë kanë vendosur. Por vetë këta duhet i thonë, dakor, ndal. Ky është limiti. Nuk mund të ketë, mundet që ky akt normativ e shon limitin e shkeljeve brutale. Plus, desha ta them edhe këtë në fakt. Nuk shoh asnjë reagim. Pra, nëse këtu miqtë tanë ndërkombëtar, ambasadat, agjencitë ndërkombëtare janë të specializuara, shohim që edhe për çështje shpesh shumë të parëndësishme deklarohen, ndërhyjnë në mënyrë të fuqishme, dhe nuk shoh asnjë reagimi. Qoftë edhe profesional, qoftë agjencive, ose brenda këtyre agjencive ndërkombëtare, ka dhe seksione profesionale që mund të ndërhyjnë. Pra, duhet bëhemi bashkë. Duhet kërkojmë ndihmë tani miqve, siç ju kërkuam ndihmë për të shkatëruar sistemin e drejtësisë 2015, duhet kërkojmë ndihmë tani për të ndalë shkatërimit. Jo, sepse shkatërimi i drejtësisë sjell shkatërimin e gjithçka tjetër pastaj. Pra, shkatërimi që ne i bëm, aty do trokitë e famshme që bën një qytetar shqiptar kur shkatërohet drejtësia, tani avash po kthehen në shkelje brutale. Në veten tonë tani, në pasurinë e njerëzve tanë, në largimin masiv të njerëzve. Sepse duhet fillojmë. Sepse largimi i bën dëm të gjithëve, nuk e di ç'interes kam të rrim ne tani kur po ikin të gjithë njerëzit. Po ikin fëmijët tanë, po ikin për studiuar, për të punuar, për të jetuar jashtë, sepse këto e bën vendin të pajetueshëm. Këto lloj sjellësh tilla. Kur ti e kupton çdo thotë që të shkosh në vendin bashkimtar evropian, ku e kupton se sa respektohet prona, jeta, individi, qoftë edhe ti një dokument, një person pa dokumenta vjen atje. Kur vjen në Shqipëri një biznesmen kaq i fuqishëm, një person kaq publik, që ka dhe televizion që mund të artikulohet, shteti ndërhyn në mënyrë të tillë flagrante i cënon pronën e vet. Le pastaj më shteti vet atje ku do dhe ku ne, se unë e them gjithmonë, ky është një VKM okulte. Pra, sepse të gjithë personat ose subjektet e interesuar në VKM nuk kanë interes që të kundërshtojnë njëri tjetrin. Se është interes i dyanshëm që shteti në këtë rast shndrohet në agent privat, të një biznes privat. Që dhe kjo është shumë e rëndë, edhe kjo është një nga arsyet kryesore që do shtetësuesi duhet ta arrëzoj këtë VKM. Shteti nuk është agent privat imobiliar. Shteti është vullnet politik. Dhe individët, palët bëjnë agentin, rregullojnë marrëdhënien midis tyre. Kurse shteti nuk mund të hyjë në marrëdhënie, ta ble me 0 euro ta shes me 1.000 euro ose ma shit me 2.000 euro. Kjo nuk janë punë të shtetit. Këto janë punë të individëve. Në shtet demokratik me ekonomi të rregull lirë, ku qytetarët janë të barabartë. Inxhinier, çfarë do ndodhi në datën 26 dhe pak parashikimi? Unë e dhash që në fillim parashikimin, pavarësisht problemeve. Ndryshe nga të gjithë panelistët sot me sa pash. Pavarësisht problemeve që ka gjyqësori, ajo gjyqësori në datën 26 do të argëzoj këtë VKK e quaj unë, jo VKM, VKK është vendim i Këshillit të Kryeministit, nuk është vendim i Këshillit të Ministrave. Do të argëzoj, por përsëri kryeministri ashtu siç e thash deli i kënaqur nga ky rrëzim, sepse do dalë si gjithmonë që nuk mban asnjë përgjegjësi, do dalë e do deklaroj, unë kisha dëshirë që të ndërprisja procesin e ndërtimit me palej, por gjykatat tona që nuk janë në lartësinë e duhur e rrëzuan të iniciativë timen. Domethënë, përsëri do kërkoj dhe nga votuesët ose nga qytetarët t'ju hedh opium për t'i manipuluar. Logu, ka shanse të ndodhe kundërtaj që të arrëzoj pa din tuaj, qoftë ndoshta edhe për procedurë, nuk e di tani, mund të... Shiko, unë s'pari mirë kuptoj, po themi skepticizmin që kanë krijuar organet e reja apo organet ekzistuese të drejtësisë. Është fakt që shpeshherë gjykatat, prokurorit, organet që duhet i mbikëqyrin gjyqtarët dhe prokurorët nuk kanë qenë në lartësinë e duhur apo në lartësinë e pritshmërive që kanë pasur qytetarët tek ata. Ne sot po themi jemi këtu 7 vjet pasi është iniciuar reforma në drejtësi, një prej qëllimeve kryesore të cilat i cili ajo kishte, ishte pikërisht të shpuste çdo lloj lidhje të politikës me sistemin e drejtësisë. Dhe shohim që megjithatë,
pavarësisht se e propagandojnë nga mëngjesi deri në darkë si sukses të madh, vetë kryeministri kur ja do nevoja, del po themi, më përpara kemi parë dhe që urdhëronte prokurorin të arrestohet filani apo fisteku, të dënohet ky apo ai tjetri, i thotë gjyqtarëve gjykatës kushtetuese që gjykata me nivelin më të lartë të Republikës, sepse është garanti i kushtetutës, është garanti i drejtave lirive themelore, mos lajthisni. Dhe në këtë situatë mund të mirë kuptoj, po themi, skepticizmin që krijohet rreth asaj, po themi që do jenë vendimarrjet e gjykatës kushtetuese. Megjithatë thënë këtë, unë dua të besoj deri në fund tek integriteti, tek profesionalizmi i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, që ashtu siç kanë vepruar në rastin e zonjës Gjaqka, po themi me një vendim që është dhënë pak kohë më përpara, apo me rastin e bordit të ushqimeve, apo me bordin e naftës që pritet të jepet së shpejti, edhe në këtë rast do tregojnë kurajon e nevojshme, po themi, qoftë profesionale, por edhe qytetare, për të mos lejuar që akte të tilla flagrante në kundërshtim me kushtetutën që shkelin të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve mund të kalojnë pa urrëzuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Që nuk dua as pak ta paragjykoj vendimarrjen dhe dua të besoj deri në fund që do jetë një vendim i drejtë, një vendim që është në përputhje me pritshmëritë që kanë qytetarët ndaj sistemit të drejtësisë. Okej, do shohim se ç'do ndodhë në datën 26 prill, ndoshta mund të jemi këtu ta rikomentojmë. Faleminderit që ishit me mua sot, faleminderit Logu, Ramaj, faleminderit inxhinier Nazarko, faleminderit zoti Muçi. Ne do të shihemi nesër mbrëmë në orën 21 në News 24. Natë mirë.